Mjeku me urdhër të prerë. Mos i përdorni ithrat nëse vuani nga këto sëmundje. Qytetrimet e lashta i përdornin ithrat për të trajtuar artritin dhe dhimbjet e shpinës, ndërsa romakët e përdorin atë edhe për ngrohje. Ithra është e pasur me vitamina, minerale, polifenole dhe substanca të dobishme që kanë efekte pozitive në vlerat e shëndetit të përgjithshëm. Por cilat janë përfitimet medicinale të kësaj bime? Ithra është e pasur me lëndë ushqyese si për shembull vitamina A, vitamina C, vitamina K. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Si dhe vitamina të kompleksit B, ato gjithashtu përmbajnë minerale të tilla të hekurit, kalciumit, magnezit dhe kaliumit. Pikërisht për shkak të bollëkut të vitaminave dhe mineraleve, ithra është një bar i lashtë i cili mund të nxjisë rritjen e imunitetit, të përmirësojë numrin e qelizave të gjakut, shëndetin e kockave dhe të rrisë gjithashtu nivelin tuaj të energjisë trupore, duke u kthyer në një produkt fantastik në mbrojtjen e organizmit. Ithra është e njohur për efektet e saj anti-inflamatore, gjë që e bën atë shumë të dobishme kundër problemeve të artritit, sëmundjeve të tjera inflamatore. Ajo ndihmon në detoksifikimin e trupit, mbështet sistemin më të mirë të imunitetit, të mëlçisë dhe përmirëson gjithashtu edhe funksionin tuaj të veshkave. Por a e hollon gjakun hithra? Ekziston një besim se ithra ndikon në dëndësinë tuaj të gjakut për shkak të përmbajtjes së lartë të vitaminës K, e cila gjithashtu luan një rol kyç në procesin e koagulimit. Disa studime kanë treguar se ithra mund të ndikojnë në piksjen e gjakut në varësi të dozave që mund të përdoret. Konsulta me mjekun është e nevojshme nëse po planifikoni të konsumoni ithra. Nëse tashmë e përdorni atë si antikoagulant ose keni probleme me dëndësinë tuaj të gjakut. Ithra mund të ndikojë gjithashtu edhe në dietën tuaj. Ithra mund të përdoret si një përbërës i mirë i ushqimit që mund t'i japë edhe vlera të jashtëzakonshme gatimeve tuaja, duke e kthyer atë në një produkt fantastik ushqyes, por në disa raste mund të ketë ndikime të duhura për shëndetin. Ajo është e pasur me vitamina dhe minerale që e bën një shtesë të shkëlqyer në dietën tuaj. Përgatitja e ithrës është mjaft e rëndësishme edhe për vlerat që ofron. Ekspertët tregojnë se nëse jeni duke marrë medikamente për diabetin, nëse jeni duke marrë hollues gjaku ose merrni trajtime të ndryshme të këshilluara nga eksperti përpara përdorimit të ithrës si një bimë mjekësore, gjithmonë duhet të konsultoheni me mjekun tuaj për të evituar kështu gabimet në përdorimin e saj dhe për të patur një mbrojtje më të mirë të shëndetit edhe të imunitetit tuaj, citon Healthline. Ithra është e mirë gjithashtu për organizmin për sa kohë përdoret me kujdes. Në vendin ton ajo gjen përdorime të gjëra si në gatim, ashtu edhe në përgatitjen e çajrave të shijshëm. Por ithrat janë përdorur ndër shekuj edhe për të lehtësuar komplikacionet e organizmit dhe si e tillë, ajo është cilësuar si një nga bimët më fejtimprurse për mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ithra është një bimë shumë e mirë në luftën kundër alergjive. Ajo është aq e mirë sa që praktikisht mund të çojë në falimentimin e farmacive. Ajo që duhet të dimë është se në luftën kundër alergjive, të gjitha medikamentet shoqërohen gjithashtu me efekte anësore, ndërsa ithra jo vetëm që nuk ka efekte anësore, por madje mund t'i japë përfitime të rëndësishme ushqyese për mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Ithra është një bimë premtuese në trajtimin e problemeve të Alzheimerit, artritit, astmës, bronkitit, gurve në veshka dhe problemeve të sklerozës së shumfisht. Për më tepër ithrat janë përdorur gjithashtu edhe për të luftuar zbokthin, për të hequr yndyrën e tepërt nga floku juaj dhe për të përmirësuar shëndetin e veshkave dhe kundër sklerozës. Ithra është një bimë që praktikisht mund t'i japë shumë përfitime në dobi të mbrojtjes së shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Ekspertët e cilësojnë ithrën si një nga bimët më të mira ushqyese me ndikim të lartë pozitiv në mbrojtjen e shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve.
Nëse vendosni hithra në zonën e gishtave ose në pjesë të prekura nga artriti, dhimbjet mund të qetësohen deri në 85%, citon Healthline. Siç mund ta keni kuptuar, përfitimet që vijnë nga hithra janë në vërtet të veçanta dhe të shumëfishta, të cilat ndikojnë gjithashtu në lehtësimin e njësër komplikacionesh. Hithra është e njohur në latinisht si urtja dionika, që ka një trashëgimi të pasur bimore. Hithra ka qenë e përdorur si një diuretik që në kohët e mesjetës në Europë. Një filxhan çaj nga hithra ose uji i saj do të ofrojë vitaminën A, B, K, riboflavin, niacin, folat, karbohidrate, yndyrna dhe elementë të rëndësishëm ushqyes në lehtësimin e komplikacioneve dhe parandalimin e problemeve të tij. Hithra është e pasur me minerale të tilla si për shembull kalciumi, hekuri, kaliumi, fosfori, mangani, zinku, bakri, gjithashtu edhe magnezi. Ju mundeni të përgatisni gjithashtu edhe lëngun e hithrave duke vluar disa gjethe të hithrave në ujë. Mund të shtoni një lugë mjaltë për ta ëmbëlsuar. Ja disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga përdorimi i hithrave sipas Healthline. Hithra mund të parandalojë formimin e gurëve në veshka dhe probleme të ndryshme të traktit urinar. Lëngu i hithrave është një diuretik natyror për trupin e njeriut, që mund të mbajë larg njësër komplikacionesh, duke parandaluar kështu probleme dhe duke siguruar një mbrojtje më të mirë të imunitetit tuaj. Për sa kohë e përdorini në kujdesin e dur dhe në vëmendjen e shtuar mjekësore, përfitimet që do të merrni nga hithrat janë të menjëhershme. Ato do të lehtësojnë dhimbjet tuaja të gjymtyrëve dhe dhimbjet e muskujve. Hithra ka qenë e përdorur që në kohët e lashta si një trajtim kundër problemeve të artritit. Ajo ka veti të mira anti-inflamatore dhe redukton gjithashtu edhe problemet që i kanosen gjymtyrëve dhe muskujve. Ajo lehtëson ekzema dhe probleme të ndryshme të lëkurës. Për shkak të vetive antibakteriale që ka, lëngu i hithrave mund të ndihmojë në eliminimin e toksinave nga trupi dhe të lehtësojë gjithashtu problemet dhe irritimet e lëkurës. Sigurohuni ta përdorni në kujdesin e dur dhe në mbikëqyrjen mjekësore për të eliminuar problemet që i kanosen shëndetit tuaj. Hithra mund të lehtësojë problemet të alergjive. Lëngu i hithrave mund të lehtësojë alergjitë që ndodhin për shkak të ndryshimeve sezonale, si kruajtje të rinjtite, të shtimat dhe të tjera. Ajo është një tonik shumë i mirë për femrat. Lëngu i hithrës është i pasur me hekur dhe ndihmon në luftën kundër problemeve të anemisë. Gratë shtatzana mund ta përdorin lëngun e hithrës vetëm në mbikëqyrjen e ekspertit për të evituar kështu komplikacionet që mund t'i ndodhin shëndetit tuaj. Lëngu i hithrave është i mirë gjithashtu për sistemin tuaj tretës. Hithra përmban beta-sistosterol. Ky përbërës ndihmon në thithjen e kolesterolit të keq dhe siguron gjithashtu edhe një zemër të shëndetshme. Hithra është një produkt fantastik me përfitime të larmishme në mbrojtjen e organizmit dhe si e tillë mund të japë rezultate të çmuara për mbrojtjen e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Hithra do të ruajë gjithashtu edhe strukturën tuaj qelizore. Hithra është e pasur me flavonoide të tilla si quercetin, të cilat janë antioksidant të fuqishëm të shkëlqyer. Lëngu i hithrave mund të ndihmojë dukshëm në mbrojtjen e ADN-s kundër radikaleve të lira dhe sigurimin e një shëndeti të mirë dhe të fortë në këto situata. Hithra mund të ndihmojë gjithashtu kundër problemeve të rritjes së papritura të presionit të gjakut dhe luhatje të vetë të sheqerit në trupin tuaj. Lëngu i hithrës mund të ulë nivelin e sheqerit dhe të glicemisë në trup. Ajo ka veti të mira diuretike të cilat ndihmojnë në mbajtjen e presionit të gjakut në nivele të duhura dhe të shëndetshme. Hithra mund të reduktojë gjithashtu edhe problemet e rrjedhjeve të papritura të brendshme, duke siguruar një mbrojtje më të mirë të shëndetit dhe duke lehtësuar komplikacionet e tij. Hithra është një bimë që praktikisht mund të ndihmojë edhe në higjienën tuaj orale. Përdoreni lëngun e hithrave në formë gargare në mënyrë që të pastroni gojen nga bakteriet, të cilat mund të çojnë në prishjen e dhëmbëve dhe në erën e keqe të gojës. Vetëm sigurohuni ta përdorni në kujdesin e dur dhe në mbikëqyrjen e dur mjekësore për të evituar komplikacionet dhe për të rritur gjithashtu përfitimet e shëndetit tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zëvendësojë në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë në të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe miqtë e tu.